Pranvera e vitit 1990 nuk erdhi me këngë zojq në Kosovë. Erdhi me sirena ambulancash. Erdhi me lot nënash. Erdhi me frikë. Kosova po kalon të ditë të errta. Vetëm një vit më parë, në vitin 1989, Serbia e Slobodan Miloševićit kishte goditur autonominë e Kosovës. Minatorët e Trepçës kishin hyrë në grevë. Demonstratat ishin shtypur me forcë. Shqiptarët largoheshin nga puna, ndiqeshin dhe arrestoheshin. Dhe pikërisht në atë atmosferë tensioni ndodhi një nga ngjarjet më të mistershme në historinë moderne të Kosovës. Filloi si një përshpëritje. Më 22 mars 1990, në Podujev, disa nxënës shqiptar filluan të shfaqnin simptoma të pazakonta. Marramendje, vështirësi në frymëmarrje, dridhje, të fikët, dhimbje koke. Në fillim askush nuk mendoi se po fillonte diçka e madhe. Por brenda pak orësh, lajmi mori dhënë. Një shkollë, pastaj një tjetër, pastaj një qytet, pastaj e gjithë Kosova. Brenda javësh rastet po raportoheshin në Prishtinë, Mitrovic, Vushtri, Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren, Gjakov, Kaçanik e Drenic. Kudo e njëjta pamje. Fëmijë shqiptar që rrëzoheshin në përklasa, mësues që kërkonin ambulanca, prindër që vraponin drejt shkollave. Kosova po jetonte një makth. Në qendrën klinike të Prishtinës, korridorët të mbushën me nxënës. Mjek shqiptar si profesorët dhe specialistët e kohës filluan të dokumentonin rastet. Shumë prej tyre deklaronin se simptomat nuk mund të shpjegoheshin lehtë. Ndërkohë, autoritetet serbe dolën me versionin e tyre. Nuk ka helmim, nuk ka substanca, nuk ka sulm. Sipas tyre, bëhe fjalë për histeri masive psikogjene. Por shqiptarët nuk e besuan. Sepse para syve të tyre nuk po binte një nxënës. Po binin qindra, pastaj mira. Sipas raporteve dhe dokumentimeve të kohës, mbi 7.000 nxënës shqiptar u prekën nga kjo valë misterioze. Kjo e bëri rastin ndërkombëtar. Gazetarë të huaj filluan të vinë në Kosovë. Organizata ndërkombëtare kërkonin sqarime. Mjek nga jashtë interesoheshin për rastin. Në atë kohë përmendën emra ekspertësh ndërkombëtar që shqyrtuan dokumentacionin mjekësor dhe dëshmit. Por asnjëherë nuk u arriti një përfundim që të pranohej nga të gjitha palët. Dhe pikërisht aty fillon misteri. Nëpër shtëpitë shqiptare qarkullonin histori të ndryshme. Disa flisnin për gaz helmues, disa për substanca kimike, disa për eksperimente, disa për helmim të qëllimshëm. Askush nuk kishte prova përfundimtare, por askush nuk mund të shpjegonte bindshëm pse mijëra fëmijë në qytete të ndryshme po përjetonin të njëjtat simptoma pothuajse në të njëjtën kohë. Në Prishtinë, nëna të rinin natën pa gjumë. Në Podujev, prindrit kishin frikë të dërgonin fëmijët në shkollë. Në Gjilan, njerëzit mblidheshin para spitaleve duke pritur lajme. Në Ferizaj e Mitrovic flitej vetëm për një gjë. Çfarë po ndodh me fëmijët tanë? Dhe ndërsa Kosova kërkonte përgjigje, politika po e mbulonte gjithçka me mjegull. Serbia këmbgulte se nuk kishte helmim. Shqiptarët këmbgulnin se po. Dy të vërteta po përplaseshin. Dhe mes tyre mbetën fëmijët. Sot kanë kaluar më shumë se 3 dekada. Shumë nga ata nxënës janë bërë prindër, disa janë bërë gjyshër. Por kur përmendet pranvera e vitit 1990, ata nuk kujtojnë vetëm simptomat. Ata kujtojnë ambulancat, kujtojnë lotët, kujtojnë frikën, kujtojnë bangat e shkollës që u kthyen në skena ankthi. Dhe mbi të gjitha kujtojnë pyetjen që ende endet në ajër.
A u helmuan vërtet fëmijët e Kosovës? Apo e vërteta mbeti e mbyllur në dosje që nuk u hapën kurrë? Ndoshta një ditë historia do ta jap përgjigjen. Por deri atëherë, pranvera e vitit 1990 mbetet një nga plagët më të mëdha dhe misteret më të errta të Kosovës. Kjo është rrëfimet e heshtura, aty ku historia tregohet ndryshe.